Me të njëjta jo. Dhe më thonë të na kështu me artë që kam i remë në përgjësi janë qështu para gjykime. Në fakton kur kom fillu në fakultetin për koreografi, krejt kanë pyta dhe mu që ka po dënë me bo me këtë profesion. Dojle ti, ma e meqëm, ja. Po thjesht është qaja që unë e kom dasht edhe qaja që e kom besu, edhe që prap menaj që nëse kisha pasë mundësi unë e prap e kisha zgjedhë që profesion. S'ka lidhe pavarësisht prej sfidave që i ka, pavarësisht prej krejt gjanave, vështirësive, menaj që është e rëndësishme me punu ose me bo që ato që te e danë. S'ka lidhe nëse ki përfitem ose e rëndësishme është me dasht. Në moment që ti punën tane nuk e danë, i bjen që dikur ki mu hargju edhe... Shumë e vërtet. Edhe ki mu ndalë se si që ka me bo, edhe në prapë ki me shku të qaja që e danë. Kështu që pëse mos me shku prej fillimit që aty ku të flenë zemra. Definitivisht. Tregon pak për fillimet e tua, qësh kanë qenë, qësh i mbanë mend? Shumë të vështira. Apo thu tash kur pishe këta gjeneratën ma trejtë të thonë të o më resa letë e keni jo. Po, realisht po. Dhe më thonë, në fillimet e mija, unë e kom punu minimumit 8 orë në ditë, punë fizike, që bi bjen ushtrime, punime për shfaqe, për krejt gjanat, detyrat që kena pas, po jam shumë krenare me vetën që i kom kalu qatë ko. Dhe më thonë, edhe ka ndodhë që të ditën kemi najtë të sala dhe s'kemi dalë jashtë, për shkak të angazhimit madhë që kena pas të punës, edhe jam shumë krenare me vetën që i kom kalu qatë ko. A ka pas në moment specifik një jetën tonë kur ki vendosë më marrë me balet, me pa ndështa shfaqe asë kohë kur ti ke qenë ndështa shumë ma e vogël, për një me ka qenë ndështa diçka pak ma e rallë. Sa ndështa e mundu me i përcjell për me mbrit deri te pika që me thonë që ka me qenë profesioni jam? Në fakt, unë e jam rritë me valzim. Po mënej, unë e kom fillu me valle popullore. Babi jam ka qenë valtar, kështu që e kom pasë edhe mësës, prej kërë im ka në vogël. Jëm rritë me qatë frym, edhe gjithmonë më ka pëlqy, po kurse kom ditë që kom e vrinë qëtë pikë. Dhe me thonë, mandej studimet u kanë ajo koha, kur mu më kanë hapë shumë dyrë, edhe ku kom mujtë me gjithë vetën, se që ka po du, ose ku me vazhdu, u kanë kjo pjesa që me vendosë për vetën. Kështu që u kanë që kjo prej vogël, dhe me thonë deri tash, u kanë që... Ska pos ka me dollë. Ska pos ka me dollë. Sa ka qenë dimes në fakt që kjo, ndështë atuar për një familje që e dënë valzimin, e dënë artin në përgjithësi, është atë pak një dimes e vogël për me i bindë që arti është ka e qa unë e pëdu. Sot nështë për me i thonë i prindi që pëdu me u marrë me arti, ka që ato dyshimet e vetë. Apo varsisht ndështë e dënë të mirën prej fëmijët vetë, e dënë që me bo profesionin që e bën me zemër, janë që ato dyshimet e vogla cilat nështë ka njerë din me i pasë cilë i prind? Prej babit tem, dhe më thonë kryesisht, krejt familja jënë kanë pro. Po, në fakt, babi jem u kanë aji persone që më ka shty ma shumë, se u kanë një andër e tina që për me vazhdu tutje. Dhe më thonë, pavarësisht prej sfidave tjetës që i ka pas edhe që s'ka mujt me vazhdu, dhe më thonë, e ka pa një pasqyr tek onë që muj me vazhdu që atë që aje ka pas andër. Por realisht që u konë edhe andër e jam ja juve që ajde pësone e këm djek andrën e babit, po kur të rritesh me një qasi fryme, dyshush bosh edhe lidhesh edhe vetë. Ki lidhje emocionale pak ma ndryshë, definitivisht. Rritesh për mdokon qatë frymë, i den ndështë atë mirat, për një kësisht i den edhe sfidat e profesionit, edhe është definitivisht rrugë ma e letë edhe të pjek ma tepër.